portali fermerit, asistenti virtual i cili të shtylli, është një për projekteve që Bujësia, pra Ministria e Bujësisë dhe Zhvillimit Rural, po zhvillon në mënyrë të vazhdueshme për rritjen e nivelit të digitalizimit në bujësi. Duhet bijem dakord që gjithmonë më shumë fermerët kanë nevojë për informacion, kanë nevojë për teknologji të reja, ka nevojë për të qenë më të informuar për sa i përket nivelit të çmimeve, për të qenë më pranë tregjeve, pra për të patur në kohë reale informacionin që i duhet për të gjithë procesin e tyre të prodhimit. Sigurisht, në këtë kuadër, neve kemi menduar që të ngrem në nivelin 2.0 portalin e fermerit, duke e shtuar atë me një grup të rëndësishëm të themi funksionalitetesh të cilët i vinë në ndihmë fermerit. Momentin kur një fermer mendon që në fermën e tij ka diçka që nuk shkon, ai mundet që të pyesi asistentin virtual, i cili mund të japi disa përgjigje paraprake për sa i përket asaj që mund të jetë përgjigja ose të themi veprimi që duhet të ndërmarrë në fermën e tij. Sigurisht, duhet të mbetemi të ndërgjegjshëm që ylli, pavarësisht të gjithë nivelit të madh të informacionit që ofron, nuk mund që të zëvendësoj agronomin apo veterinerin e zonës.